Deputetja e Aleancës për Shqiptarët Ilire Dauti, pjesë e Frontit Evropian, ka reaguar ashpër ndaj propozim ligji të ri të qeverisë, i cili sipas saj parasheh fshirjen e diasporës shqiptare, uljen e numrit të këshilltarëve shqiptar, si dhe diskriminimin ekonomik ndaj vendbanimeve shqiptare. Ajo theksoi se ky është një projekt i rrezikshëm i qeverisë që cënon drejt për drejt të drejtat e shqiptarëve. E kam lexuar me kujdes propozim ligjin e ardhur nga qeveria, sikurse e kam ndjekur me shqetësim prej momentit kur vendimi i qeverisë i marrur me datë 24/9/2024 ishte tejet i gabuar. Do të thënë, përmes atij vendimi të marrur atëherë, tani po tentohet që të bëhet e lidhshme gjithë ajo e cila ne kemi konsideruar se me kohë do kuptohet se është gabim. Ja disa arsye se pse mendojmë se është gabim. Që të gjithë besojnë nëse bëjmë një analizë të thjeshtë do ta kuptojmë se bëhet fjalë për një propozim ligj i cili nënkupton një eksploatim të pastër ekonomik, financiar dhe politik të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe, një shtet i cili tenton të rregulloj marrëdhëniet ndërmjet etnive që jetojnë këtu, as që do i shkonte mendja që zbrastirën që ka ndodhur gjatë momentit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2021 ta shfrytëzonte për punë të mbrapshta. E dëgjova zëvendës ministrin dhe kam dëgjuar edhe eksponent tjerë politik gjatë periudhës së kaluar që kanë përmendur se bazohen në standarde ndërkombëtare dhe prej aty del edhe propozimi, ka dalur edhe vendimi i qeverisë dhe sot propozimi konkret. Unë po ju them se nuk është ashtu, përkundrazi është e kundërta. Sepse në qoftë se do ishim një shtet që do pretendonim që regjistrimi i popullsisë të jepte ato tregus të cilët na duhen për të bërë statistikat të qarta dhe për t'i shfrytzuar edhe për lëmin e ekonomisë edhe për aspektet e tjera, do kishim pasur parasysh që Maqedonia e Veriut regjistrimin e ka zhvilluar në pikun e pandemisë. Atëherë kur mërgata shqiptare kishte bërë një vit ndryshe nga çdo herë tjetër më parë që nuk kish mundur të vinte në shtëpitë e veta ashtu siç vin disa herë gjatë vitit. Dhe këtë moment, tani shteti po e shfrytëzon për të larguar popullsinë jo rezidente, që 66% e tyre janë shqiptar, sepse tani më botërisht është e njohur me statistikën e fundit të regjistrimit të popullsisë, se nga gjithsejt numrit që është 210.606 persona, 172.000 janë shqiptar, apo 66%. Pra tani po shfrytëzohet ky moment që këta shqiptar të cilët janë të vetëm atëherë nuk kanë mundur të vinë brenda një viti, po shfrytëzohen dhe po kalohen në kategorinë e popullsisë jo rezidente, ndërkaq nuk është e vërtet që këta nuk vinë brenda një viti zakonisht sikur se para pandemisë ashtu edhe pas pandemisë. Në qoftë se do analizojmë praktikat evropiane, po jo vetëm evropiane, mjafton t'i shohim edhe më gjerë, duhet t'i shohim edhe ato botërore. I lutem ma gjeni një shtet në botë, i cili ka realizuar regjistrim të popullsisë dhe që karakteristikat apo raportet në mes emigrimit dhe imigrimit i ka si Republika e Maqedonisë së Veriut. Dhe do ta shihni se regjistrimin e popullsisë kanë mundësuar që ta bëjnë në kohë të pandemisë vetëm shtetet të cilat kanë më tepër imigrim se sa emigrim. Ndërkaq shtetet të cilat janë të ngjashme siç është vendi jon, kanë pasur kujdes dhe ose kanë shtyrë regjistrimin pas pandemisë, ose nuk e kanë bërë me shere të këtilla siç po e bën vendi jon. Pra, e tëra mendoj që ka nisur atje, por që shteti nuk është dashur ta keq përdorte tani dhe qeveria e tanishme nuk do ishte dashur që ta keq përdor për interesa politike, për t'i eksploatuar në të gjitha aspektet shqiptarët. Do me thonë, në 3 drejtime shqiptarët tashmë janë të shtypur nga propozim ligji dhe nga vendimi i qeverisë që ka nisur qëmoti. Edhe atë, më pak punësime për shqiptarët, më pak këshilltar në komunat shqiptare që tani me propozim ligjin
atë të cilën atëherë është marrë një vendim në qeveri tani po e bëni të ligjshme duke propozuar një ulje drastike të numrit të këshilltarëve duke larguar popullsinë jo rezidente ku disa herë kemi theksuar të dëmtuar nga ky largimi popullsisë jo rezidente mbeten vendbanimet shqiptare. Dhe për fund e treta që është po ashtu shumë e rëndësishme, do ketë dhe veç ka më pak investime në vendbanimet shqiptare për faktin se krediti hungares të cilin edhe këta mërgjimtar të cilët i keni përjashtuar nga llogaritja dhe shpërndarja e atij krediti hungares, ata marrin pjesë në të gjitha format në buxhetin shtetëror sepse janë taksa pagues dhe tatim pagues sikurse edhe ne që jemi këtu.